Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Nëse ju jep trupi këto 8 shenja, hiqni dorë menjëherë nga kafeja, dëmet që shkakton. Kafeja është padyshim një nga pijet më popullore të kovrave moderne. Të kesh filxhanin e kafes në mëngjes tashmë është një traditë universale në të gjithë botën. Rreth 65% e kësaj pije konsumohet në mëngjes për shkak të efekteve stimuluese që ka për trupin. Megjithatë, ekspertët rekomandojnë në momente të ndryshme të ditës për ta konsumuar kafen për të gjithë ata që dëshirojnë të humbasin në peshë, të kenë një gjumë më të qetë dhe të ruajnë të gjithë organizmin. Mësoni gjithçka që duhet të dini për vijimin e kafes në organizëm. Kafen nuk duhet ta konsumoni pasdite. Në çdo moment pas orës 12 të drekës mund të themi se kemi hyrë në mesditë pasdite. Konsumi i kafes pas kësaj ore mund të ndikojë në mënyrën se si flini gjatë mbrëmjes. Mundohuni të kufizoni kafen tuaj në periudhat e mëngjesit në mënyrë që të ruani regjime të shëndetshme për gjumin. Nuk duhet të teproni me pirjen e kafes. Me siguri të gjithë ju dëshironi që kjo pije mund të përfshirë në dietën tuaj, por kjo pije ju ka ndodhur që nëse konsumoni më shumë se 2 filxhan në ditë, të krijojë edhe efekte anësore. Prandaj, kafeja nuk duhet të pihet në të pritës pasi mund të shkaktojë probleme të dehidratimit dhe probleme të tjera imunitare. Kafen nuk duhet ta konsumoni pa ngrënë. Zgjoheni në mëngjes dhe gjithçka që doni është një kafe aromatike dhe e fortë, por ekspertët i thonë jo kafes pa ngrënë pasi mund të rrisë nivelin e aciditetit në stomak dhe të shkaktojë probleme me tretjen. Një ndihmë për stomakun do të ishte të pini kafe me qumësht pasi ul nivelin e aciditetit të pijes. Kafeja mund të ketë ndikime te kolesteroli i lartë. Nëse vuani nga kolesteroli i lartë, është më mirë të evitoni kafen. Gjithsesi, për të mos hequr tërësisht nga lista juaj të pijeve të preferuar, e konsumoni të filtruar. Dhe asnjëherë më shumë se 2 filxhan në ditë pasi mund të krijojë gjithashtu shqetësime të organizmit. Shumica e njerëzve fillojnë ditën e tyre me konsumin në një kafe. Megjithatë, ka raste specifike ku kafeja nuk rekomandohet të pihet pasi mund të ketë efekte negative. Në këto raste, sipas Healthline, nuk duhet të pini kafe. Një prej tyre gjithashtu është edhe rasti kur jeni në ankth. Kafeina që përmban kafeja stimulon lirimin e kortizolit, hormonit të stresit dhe adrenalinës, të cilat shkaktojnë rritje të presionit të gjakut dhe ritmit të zemrës. Megjithatë, konsumi më shumë se 2000 mg kafe mund të shkaktojë pagjumësi, dridhje, fryrje të shpejta, nivele të larta të stresit, presion të lartë të gjakut dhe nervozizëm. Kafen nuk duhet ta pini kur është e nxehtë. Pirja e kafes së nxehtë dhe pijeve të nxehta në përgjithësi është zbuluar se mund të rrisë problemet e ezofagut. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë mund të krijojë probleme të ezofagut. Ndaj edhe nëse nxitoni të shijoni kafen e nxehtë sapo keni përgatitur, është e rëndësishme që ta shmangni atë. Kur ndiheni të përgjumur, mos pini kafe. Kafeja mund t'ju ndihmojë që të zgjoheni sepse rezultatet e një studimi e mbështesin atë, por kafeina humbet fuqinë e saj për ata që flenë më pak se nevojit e trupit. Pra, nëse mendoni se nivelet tuaja të energjisë po bien, në vend që të pini kafe bëni një sym gjumë për disa minuta, në mënyrë që të evitoni edhe problemet tuaja. Disa nuk mund ta fillojnë në ditën pa pirë një filxhan kafe dhe disa të tjerë e mbajnë gjithmonë pranë tasin e madh. A i dini se kafeja mund të dëmtojë shëndetin dhe trupin tuaj, ja cilat janë pasojat negative sipas Healthline të pirjes së kafes. Nëse e pini me tepritës, ju bën të dëgjoni zëra. Sipas një studimi të Universitetit të Melbourne-it, kafeja është një lloj substance psikoaktive. Nëse pini më shumë se 5 filxhan, mund të dëgjoni zëra që në fakt nuk ekzistojnë. Pirja e tepërt e kafes mund të dëmtojë mëlçinë. Sipas një studimi të kryer nga National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Disease në Shtetet e Bashkuara, doza e vogël e kafes e ndihmon trupin të detoksifikohet, por sasia e madhe e saj mund të ketë pasoja të kundërta dhe të dëmtojë mëlçinë. Mund të rrisë trysninë e gjakut nëse e pini më shumë se sa ju lejohet. Studimi i kryer në Cambridge Mellon University tregoi se kafeja stimulon rrahjet e zemrës dhe mund të shkaktojë probleme me frymëmarrjen. Kafeja ju bën nervoz dhe të paarsyeshëm. Një frymëmarrje jo e mirë mund të pengojë transmetimin e mirë të oksigjenit në tru, çka mund të dëmtojë procesin e vendimarrjes.
Kafeja e tepërt mund të shkaktojë pagjumësi. Kafeja mund të ketë pasoja në 6 orë gjumë të vonë, sepse substancat e saj mund të stimulojnë pagjumësinë dhe të krijojnë probleme me shëndetin. Kafeja e tepërt mund të nxjisë shfaqjen e osteoporozës. Sipas një studimi të Universitetit të Oregonit, kafeina nuk i bën mirë kockave. Për të shmangur këtë rrezik, konsumatorët e mëdhenj të kafes duhet të marrin sa më shumë vitaminën D. Ajo mund të nxjisë urinimin e shpeshtë. Kafeja mund të sjellë probleme me fshikëzën e urinës dhe të nxjisë edhe të shkaktojë shpeshtësinë e urinimit. Ajo mund të shkaktojë dhimbje koke. Sipas American Heart Association, konsumatorët e mëdhenj të kafes mund të kenë dhimbje koke, ankth, lodhje dhe depresion. Prandaj tregohuni të kujdesshëm me pirjen e kafes, pasi mund të përkeqësojë gjithashtu shëndetin tuaj. Shkencëtarët nga Universiteti i Harvardit kanë zbuluar se kafeja ndihmon në largimin e depresionit, por sasia e saj e tepërt mund të krijojë shqetësime anësore në trupin tuaj. Kafeja mund të shkaktojë rritje të presionit, të tensionit pasi venat ngushtohen dhe zemra punon më fort. Ky efekt shkaktohet pasi adrenalina arrit rrahjet e zemrës dhe gjithçka shkon në normalitet pas 3 orësh. Kafeja përshpejton metabolizmin, por irriton zorrët. Kafeja e tepërt ka ndikime të mëdha në metabolizmin e trupit. Është diuretike, që do të thotë që bën veshkat të lëshojnë në lëngjet që mbajnë. Por kafeja mund të irritojë edhe fshikëzën, duke bërë që vizitat në tualet të jenë më të shpeshta. Nëse pihet shumë me stomakun bosh, mund të stimulojë lëshimin e lëngjeve gastrike, kortizolit, hormonit të stresit dhe të shkaktojë gjithashtu probleme të shëndetit tuaj. Kafeja e tepërt mund të reduktojë edhe bardhësinë e dhëmbëve. Kafeja e dëmton smaltin, shtresën në sipërfaqe të ndërtimit të dhëmbit, duke bërë atë me një ngjyrë më të verdhë. Një konsum i rregullt i kafes ndër vite mund të keni vënë re edhe ngjyrosjen e dhëmbëve me një hije jo të kënaqshme. Ajo dëmton edhe procesin e mbajtjes së urinës. Urinimi është një akt i vullnetshëm, ndërsa ndjesia për të urinuar është e pavullnetshme. Në momentin që fshikëza e urinës mbushet me urinë përfundimtare, tek ne lind refluksi i urinimit, por në rrethana të papërshtatshme ne mbajmë urinën për kohë që na nevojitet. Këtë gjë e bëjmë nëpërmjet muskujve. Pirja e tepërt e kafes, siç e dini, mund të krijojë efekte anësore në shëndetin tuaj. Pra, nëse konsumoni kafe me tepritës, do ta keni më të vështirë të mbani urinën në rastet e nevojshme, dhe kjo do ju bëjë që të krijojë gjithashtu edhe probleme në shëndetin tuaj. Ajo mund të shtojë pagjumësinë dhe të ulë aftësinë krijuese. Fjalët që thuhen lart e poshtës se kafeja shton pagjumësinë janë të vërteta. Kafeja përmban kafeinën që sillet si një neurotransmetues që shton pagjumësinë. Nga ana tjetër, kafeja ul aftësinë krijuese të përdoruesve të rregullt të saj. Nëse e teproni me kafen, do të shtoni të rrahurat e zemrës. Këtë efekt do ta vini re nëse pini kafe përpara se të hani diçka paraprakisht ose të keni ngrënë vaktin. Do të dalloni tek vetja se të rrahurat e zemrës do të shtohen për shkak të niveleve të larta të kafeinës që gjenden në kafe. Kafeja shkakton sterilitet. Kjo gjë vihet re më së shumti te femrat. Studimet e kohëve të fundit kanë nxjerrë në pas se konsumi i tepërt i kafes dhe përrjedhoi niveli i lartë i kafeinës në gjak shkakton disfunksion të qelizave të tubave të vezoreve dhe dëmtime riprodhuese të gjinisë femërore. Pirja e tepërt e kafes shkakton halucinacione. E përmendëm edhe më herët se kafeja sillet si një neurotransmetues nxitës. Ajo shkakton halucinacione, të cilat bëjnë që individët që shohin gjëra që realisht nuk ekzistojnë. Kafeja mund të përkeqësojë gjithashtu fazën premenstruale. Përpara fillimit të ciklit menstrual te femrat vjen re shenja të stresit, ankthit dhe nervozizmit. Në fazën e mëvonshme të konsumit të kafes, gjenden në nivele të larta estrogjeni, i cili bën më të theksuar këto simptoma. Ekspertët këshillojnë që nëse nuk vuani nga ndonjë problem përkatës, 1 deri në 2 kafe në ditë janë mëse të lejueshme për të marrë përfitime të tij për shëndetin. Por përdorimi i tepërt i kafes, më shumë se 3 filxhan në ditë, sidomos edhe në orët e mbrëmjes dhe me stomakun bosh, dijeni se do të krijojë shqetësime anësore për organizmin. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj.
Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë